Shqipëria vion të regjistrojë shifra të larta për sa i përket investimeve të huaja direkte. Për gjatë 3 mujorit parë të vitit 2026 kemi një rritje të investimeve të huaja direkte me 11.8% ose 404 milion euro më shumë se sa 3 mujori i vitit 2025. Vendet që kryesojnë janë Austria në vend të parë, Italia, Holanda, e ndjekur më pas nga Turqia dhe Kosova. Në lidhje me kreditimin e ekonomisë, shifrat tregojnë një zgjerim të kreditimit për gjatë 5 mujorit parë të vitit 2026, e cila në fakt mbështet investimet, konsumin, por edhe aktivitetin ekonomik në vend. Kemi një rritje të kreditimit të ekonomisë me mbi 1 miliard euro krahasuar me 5 mujorin e vitit 2025, ku në fund të muajit maj, për herë të parë, kemi regjistruar një stok total të kredive në masën 10.2 miliard euro. Për sa i përket ecurisë së buxhetit, të ardhurat totale të realizuara për gjatë periudhës janar-qershor 2026 arritën në masën 410 miliard lek, me një realizim 105% të planit të periudhës, ose, e përkthyer ndryshe në terma monetar, 44.5 miliard lek më shumë. Për sa i përket realizimit të shpenzimeve buxhetore për periudhën janar-qershor 2026, ecuria ka qenë e kënaqshme. Kemi një realizim të përgjithshëm të shpenzimeve publike në masën 357.8 miliard lek, me një realizim të planit në masën 97.4%, ndërkohë që shpenzimet e përgjithshme publike krahasuar me 6 mujorin e vitit 2025 vinë me rritje me 24.8 miliard lek, ose rreth 250 milion euro më shumë shpenzime publike për gjatë këtij 6 mujori, krahasuar me 6 mujorin e vitit kaluar. Në lidhje me faljen pa kusht, pra për ato detyrime që janë mbi 10 vjet të vjetra, kanë përfituar në total 121.630 tatim pagues me një vlerë totale të fshirë prej 29.7 miliard lekësh. Ndërkohë që falja me kusht, pra për detyrimet që janë më pak se sa 10 vjet, ku paguhet një pjesë e detyrimit dhe pjesa tjetër pastaj falet apo fshihen gjobat dhe penalitetet, përfitues në total janë 43.366 tatim pagues me një vlerë totale të fshirë prej 8.6 miliard lekësh.